Drejtor, nesër në Nikodovana, një tjetër sfidë që duhet fituar nga Vllaznia. Po tjetër një ndeshje mjaft e vështirë me një ekip të fortë. Dhe e dina që kena një përballje të ashpër që duhet me shku si gjithmonë që kena shku me 3 pikë, qoftë mbrëm, qoftë jashtë kena luajtur gjithmonë për 3 pikë dhe besoj që edhe në Durrës do të shkojmë për fitore. Durrësin e vlerësoj maksimalisht për çdo gjë që ka për ekipin mjaft mirë, por e shkojmë për 3 pikë. Viti 2026 ka nisur në mënyrë më të mirë të mundshme për Vllaznin. Do të vazhdojë seria e fitoreve edhe nesër? Unë shpresoj që po, viti 2026 po nis mirë, uroj dhe besoj që ta marrim këtë ritëm. Megjithatë, është herët për me folë për objektivat mallor që janë në maj dhe ne do t'i marrim neshje mas neshjes. Unë besoj dhe uroj shumë që të arrijmë 3 pikëshin, por rruga është e gjatë deri në fund normalisht. Profesor, sa shqetëson stafin teknik luhatit në pjesë, stabilitetin në lojë i skuadrës? Unë besoj që gjithë janë të kënaqur për ecurinë deri tani, sidomos fillimin e këtij viti për të skuadrës, por ekipi gradualisht jam i bindur që po i kthej aty në fillimlorëve të bukura të sezonit. Por i vetmi problem që kena pas gjatë këtij sezon, mendoj që është damtimet e 5-6 vetëve që kanë zgjat pak a shumë kanë zgjat një farë periudhë dhe mund të lush me 5-6 vetë mangut nuk është e kollajt për asnjë ekip, por ata gradualisht janë kthy dhe javën tjetër dy probleme të vogla që kena me tentim orë që të kthehen edhe ata dhe ekipi të jetë i plot. Besoj shumë që jena në rrugë marrë, po të shohim javë mas jave. Përmendet dëmtimet. Kjo është situata Dros, një tash po mungon prej kohësh. Drosi ka pas dëmtimin më të vështirë dhe më të gjatë, dhe thosha, por javën tjetër jam besim plot që të kthehet dhe të bashkohet me skuadrën. Profesor, një javë stërvitore mes Velipojës dhe Shkodrës. Një eksperiment që Vllaznia bën me Velipojen. Të kënaqur? Unë jam i kënaqur me stërvitjen e tyre me trajnerët, me stafin dhe gjithë me përkushtimin e tyre maksimal që kanë pas gjithë këtë ditë. Na kena shkollën në 100, kena shkuar në Velipojë, çdo gjë bëhet për të mirën e skuadrës. Unë jam shumë i kënaqur te përkushtimi i gjithë secilit. Ato e dinë çdo gjë se rruga është e vështirë, neshjet merren 1-1 dhe uroj dhe besoj shumë që në fund dalin faqebar. Sa ka plotësuar organikën e skuadrës Ardja e Kevin profesor dhe a presim ndonjë surprizë minutat e fundit? Unë besoj që do dhe e ka forcu organika ka në fort të drejten dhe do dhe është gjithmonë një armë plus më shumë, pasi është djali i shtëpisë dhe e njohim me detaje, besoj shumë që do ta ndihmojnë deri në fund. Unë jam besim plot që organika e Vllaznisë është e plot me përballu këto 4-5 muaj që kanë me deri në fund sezonit. Mund të ketë një surprizë minuta fundit, por besoj që kjo është ekipi që do të përballojnë. Do të jetë me skuadrën Dodaj në Durrës a mund të ketë minuta? Minuta i din trajneri dhe unë besoj që po ndodhe do të udhtojnë bashkë me skuadrën. Vllaznia i kthen në vendin e parë. Besoj që tashmë detyra e saj është për mos e lëshuar në vendin e parë. Është e shprehja që është shumë më vështirë me marrë se sa me arrit. Na dina që kena luftë fort përpara, javë mas javë. Kam thënë dhjetor që kena kanë disa pikë mbrapa që kampionati nuk fitohet në dhjetor. Tham prap që sot që jena në dhjetor na dina që prap kampionati edhe në janar nuk fitohet. Ka ndeshje shumë forta përpara, gjithë jena të vetëdijshëm. Do të bëjmë smete me maksimumin deri në fund. Jam shumë i kënaqur që jena në vend parë, por do të bëjmë mos që më majt vendin e parë. A ju pengon pjesëmarrje në kupë në realizimin e këtij objektivi kryesor të skuadrës? Nuk besoj se nikon asnjë gjë, pasi Vllaznia ka kontingjentin e duhur që me luftu për 2 trofet, qoftë për kampionatin, qoftë për kupën. Kena shumë besim te djent, kanë bë mjaft mirë deri tani dhe uroj dhe besoj që do të bëjnë mjaft mirë deri në fund. Vllaznia ka kontingjent të mirë për me përballu këto 2 kompeticionet. Mungesa e Xhinit në mbrojtje sa ndikon? Xhini është një lojtar shumë i rëndësishëm për ne, por megjithatë Vllaznia e theksoi ka lojtar që me kompensu mungesën e Xhinit dhe besoj shumë që do të bëjnë më të mirën e vet dhe ekipi do të marrim atë që kërkojmë. Duket që gara do të jetë shumë e fortë mes katër skuadrave të para. E dina jena koshient, do të jetë garë e fortë, do të jetë luftë deri në fund. Uroj dhe besoj shumë që na tina skuadra më mirë në gjithë tjera.
Borshi ka bërë mjaft mirë javën e kaluar në pankinë, por shlyerja e dënimit për Edi Martinin si është shpritur në skuadër, është një frymë me pozitive. Normal gjithë kanë bërë mirë, por Edi është lokomotiva që tërheq këtë skuadër dhe është shumë i domosdoshëm në skuadrën tonë. Besoj shumë që bashkë me djemt bëjnë më të mirën dhe uroj dhe besoj shumë që në fund buzëqeshim. Skuadra udhton për 3 pikë në Durrës me një barazim, mund të jetë i kënaqur vllaznia? Gac na shkojmë kudo për 3 pikë. E kam thonë vazhdoj ta përsëris qoftë këtu në fushën tonë, qoftë jashtë, na shkojmë për 3 pikë. Vllaznia është emër shumë i madh dhe asnjë nuk shkon për barazim, por gjithmonë për 3 pikë. Ka raste e arrin, ka raste nuk arrin, por objektivi i vllaznisë do të gjithmonë për 3 pikë kudo që luajë. Profesor, me fiturin ndaj Dinamos, besoni se vllaznia ka kaluar ngërçin psikologjik të paraqitjes dhe në transfer të rezultateve? Unë thash problemi më i madh i këtij sezoni janë ata një periudhë po them rreth 2 muajsh për mungesat që pat me skuadër. Unë besoj se njerëzit dhe çdo gjë, nëse quhet njerëz, unë besoj se nuk ka pas njerëz, por kanë mungesat që kanë ndiku. Dhe besoj gradualisht në kthimin e tyre vllaznia është në rrugën e duhur, por e theksoj gjithmonë me këtë por rruga është e gjatë. Përse një pyetje personale në aspektin personal në detyrën e drejtorit. I kënaqur si po shkon sezoni, bashkëpunimi me stafin teknik, me drejtues të klubit? Normalisht, është e presidentit, të trajnerit, të stafit, të lojtarëve, të gjithë bashkë, me stafin mësuar, besoj që kena marrëdhënie mjaft mira, gjithë po bëjnë maksimumin që ekipi me pas sukses. Për të presidentit, të trajnerit, të lojtarë, të stafit mësuar gjithë bashkë, jena besoj kompakt me bëmë më të mirë dhe me marrë maksimumin për vllaznin. Faleminderit, suksese. Faleminderit.